Në ditën e fundit të vitit 2012, Shtetet e Bashkuara përballen me mundësinë e një katastrofe fiskale nëse legjvënësit amerikan nuk arrin një marrëveshje për të shmangur shkurtime të mëdha automatike të shpenzimeve dhe ngritjen e taksave për të gjithë taksapaguesit. Mjekët janë duke ndjekur nga afër shëndetin e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila u shtrua në një spital të New Yorkut të dielën për një mpiksje gjaku. Mjekët e zbuluan mpiksjen gjatë analizave pasi ajo psoi një goditje në kokë në fillim të këtij muaji. Presidenti Barack Obama është zotuar të shfrytëzojë të gjitha kompetencat e tij për të mbështetur përpjekjet për të penguar dhunën me armë zjarri. Zoti Obama tha se incidenti me armë zjarri 2 javë më parë në shkollën fillore në Connecticut, që la të vrarë 20 fëmijë dhe 7 të rritur, ishte dita më e rëndë e presidencës së tij 4 vjeçare.